Jemi në Vjeshtë dhe virozat e konfirmojnë këtë. Dhimbjet e fytit, kolla, temperatura, lodhja janë grip i zakonshëm, koronavirus apo një përzierje të dyjave. Nga se rrezikohemi këtë dimër dhe kush rrezikon më tepër? Me verën të gjithë menduam se lan pas pandemin, por ulja e temperaturave në një sër shtetesh evropiane ka rikthyer kujdesin. Çfarë na pret në muajt në vijim? Këtyre pyetjeve që lidhen me shëndetin do japim përgjigje në minutat në vijim, teksa në studio dua të mirëpres profesor Genc Shurçebe. Faleminderit që na bashkohet. Faleminderit për ftesën. Akademia e Shkencave ka prezantuar një raport që i referohet 30 muajve pandemi në vendin tonë. Sa mirë apo keq ishim ne në krahasim me vendet e rajonit, profesor? Tani nuk mund të themi mirë apo keq, por është një tendencë e përgjithshme. Tani në vitin e tretë të pandemisë që imuniteti tashmë i marr qoftë nëpërmjet kalimit të infeksionit, qoftë edhe nëpërmjet bërjes së vaksinës, është rritur në mënyrë të konsiderueshme. Dhe ne jemi në shifra të ngjashme edhe me vendet e tjera të Evropës, po edhe të Amerikës së Veriut, për cilat ne kemi shifra. Pra, shifrat e fundit tonat, të cilat ne i nxorëm nga studimi i fazës 4, i bërë nga Akademia e Shkencave. Pra është i ndarë në 4 faza, 30 në 4 faza. Faza e parë ishte në fillim të 2020-s, në prill-maj, faza e dytë në fund të 2020-s, në dhjetor, e treta ishte një vit para, në gusht në 2021, dhe tani është faza e 4, dhe ne shohim se kemi një përqindje të antitrupave në popullatën shqiptare, që ne quajmë seroprevalencë të këtyre antitrupave, në 92%, 92.2% në popullatën e përgjithshme, duke filluar nga moshat 1 vjeç deri në moshat më të shtyra. Do të thotë që kemi arritur atë imunitetin e tufës? Pikërisht, ky është një nocion relativ. Imuniteti i tufës nuk është, si thosh, një shifër e prerë, por ndryshon nga disa faktorë. Ne para një viti mendonim se ishim në 72% dhe menduam se mund ta kishim arritur imunitetin e tufës, por lojrat ndryshuan, sepse dolën variantet e reja, varianti Delta, variantet Omikron, që kishin një ngjitshmëri më të lartë dhe që i ndryshuan rregullat e lojës. Edhe praktikisht ne parashikuam se imuniteti vërtet i tufës, si ashtu quhet i tufës, ose imuniteti kolektiv, si mund ta themi më saktë, më shkencarisht, do të ishte mbi 90%. Praktikisht ne tani në studime që bëm në 2200 individ në gusht, ngjashëm me gjithë me të njëjtën metodologji si edhe në fazat e tjera, pra doli një prevalencë, pra prej 92.2%. Domethënë, mund të themi se vetëm 1 në 10 individ në popullatën shqiptare nuk ka antitrupa, mund të themi. Kështu mund ta përkthejmë këtë shifër. Pra, mund të themi 90% ose kanë kaluar me infeksion, ose janë imunizuar me vaksinë, ose me të dyja bashkë. Është një shifër që duket se ka arritur, mund të themi, imunitetin, pragun e imunitetit kolektiv, të ashtu quajtur të tufës, por arsye se edhe numri i rasteve është ulur në mënyrë të konsiderueshme. Shpresojmë që ky prag të jetë stabil dhe të qëndrojë edhe gjatë dimrit. Ne nuk jemi akoma në dimër, nuk jemi akoma në stinën e ftohtë, por është një ekuilibër mjaft i brisht ky, sepse janë disa faktorë që mund ta prishin në favor të virusit, pra në favor të infeksionit. Faktori kryesor është koha e kaluar nga kalimi i infeksionit të fundit ose nga vaksina e fundit që kemi bërë. Pra, studimet kanë treguar që mbas 3 muajve mbas infeksionit të fundit ose bërjes së fundit të vaksinës, antitrupat bien dhe mbas 6 muajve këto edhe mund të kapen në gjak, por efekti mbrojtës së tyre, neutralizuesi i virusit, bie në mënyrë të konsiderueshme dhe individi bëhet i prekshëm nga infeksioni. Sigurisht, i prekshëm nuk e kalon sikur mos kishte fare antitrupa, mos kishte fare mbrojtje imunitare, por mund të kalojë infeksionin. Pra, pozitiviteti në antitrupa nuk tregon imunitet mbrojtës, po tregon që kemi një përgjigje imunitare, kemi rënë në kontakt me virusin. Tani problemi si ta ruajmë këtë imunitet të jetë mbrojtës dhe thjesht tregues i një përgjigje imunitare. Këtu hyn lojë tashmë vaksinimi. Pra, vaksinimi është faktori kryesor i cili do na mbrojë. Dhe kemi pak a shumë ngjashmëri edhe me gripin. Nëse ne nuk vaksinohemi nga gripi për 1 vit, 2 vjet, atëherë ne mund të prekemi, bëjmë të prekshëm nga ky
infekcion dhe nga gripe. Njëjta gjë edhe për koronavirusin. Pra, këshilla jonë nga ky studim, ashtu se nga edhe të dhëna ndërkombëtare, janë që në qoftë se ne kemi kaluar mbi 6 muaj mbas kohës së vaksinës së fundit, ose nga momenti që kemi kaluar infeksionin, në këtë rast janë infeksionet e Omikronit sigurisht, duhet të bëjmë rivaksinimin. Rivaksinimi në do na mbrojë e hapur thirrja për një vaksinë përforcuese. Një vaksinë përforcuese. Profesor, në shumë shtete tani më nuk konsiderohet më pandemia. Britania e Madhe e ka quajtur të mbaruar kapitullin me të, e ka kthyer në normalitet. Shumë vende nordike gjithashtu, përfshi edhe Shtetet e Bashkuara për te Atlantikut, nuk flasin më për pandemi. Zyrtarisht, me qenë se jeni këtu, a mund të na konfirmoni nëse në Shqipëri ka më apo jo pandemi? Zyrtarisht nuk thuhet, edhe në gjithë botën nuk thuhet zyrtarisht që nuk ka pandemi. Domethënë, edhe qendrat e specializuara epidemiologjike të sëmundjeve infektive në botë thonë se do të presim deri në janar. Pra, do të pritet deri në janar për të thënë nëse me të vërtet pandemia ka mbaruar apo jo. Pra, pak pasur prova nga kalimi i stinës së ftohtë, pra në cilën do shohim pra si do shkojë imuniteti individual, si do shkojnë variantet e reja, sepse faktori tjetër i rëndësishëm janë dhe variantet. Mund të kemi variantet e reja të koronavirusit, të cilët mund të i kalojnë, ta përçojnë mbrojtjen imunitare që ne kemi krijuar me variantet e deri tanishëm. Dhe faktori i tretë është dhe stina e ftohtë. Pra stina e ftohtë bën që njerëzit të grumbullohen në ambientet të mbyllura të paventiluara, ulet lagështia dhe transmetueshmëria e virusit bëhet shumë e lartë, sidomos në qoftë se kemi dhe një variant të ri më i ngjitshëm dhe këta mund ta prishin këtë ekuilibër, duke u bashkuar edhe me një ulje të imunitetit pra nga mosbërja e vaksinave, sepse njerëzit kanë tendencë tani të mos vaksinohen. Është një tendencë e përgjithshme që ta harrojnë epidemin, por ajo nuk na harron. Virusi pret të kemi një ulje të imunitetit dhe ai sulmon. Pra, edhe ky problem është mjaft, mund të themi, serioz për te fëmijët. Sepse te fëmijët... Çfarë ndodh konkretisht, sepse që me fillimin e shkollës apo kopshtet, pam që fëmijët ishin më të prekur. Tani, tek fëmijët, për fat keq në vendin tonë, ne nuk kemi vaksinim. Ndërsa të rriturit... Vetëm tek ata me imunitet të dobët, sipas, apo nuk kemi raporte, thonë? Jo, domethënë nuk kemi vaksinim masiv, siç kemi të rriturit. Të rriturit vaksinimi është mjaft masiv, do thonë në studimet tonë janë raportuar deri në mbi 60% të rriturve që janë vaksinuar, kanë bërë dozën ose të parë, ose të dytë, ose të tretë, për fat të keq kanë bërë kryesisht dozën e dytë, dozën e tretë e ka bërë vetëm rreth 22%, gjë që është pak për të mbrojtur. Pra, rekomandimi është që duhet bëhet doza e tretë, ato që nuk e kanë bërë, nëse nuk duan të infektohen sigurisht, sepse ka dhe që nuk shen kokut le të infektohen, por nëse nuk do të infektohesh, duhet të bësh dozën e tretë, ose edhe të katërtën, nëse ka kaluar 6 muaj mbi 6 muaj nga doza e tretë. Te fëmijët ne nuk kemi imunizim, kemi një skepticizëm për vaksinimin e fëmijëve dhe përqindja e fëmijëve që kishin antitrupa në moshën deri në 10 vjeç, te fëmijët ishte 76%. Pra, është larg atij pragu që ne kemi të rriturit, që është 90%. Dhe ne ishim 70% një vit përpara dhe patëm një shtim të theksuar të infeksioneve. Pra, ne rrezikojmë me këtë nivel të ulët të imunizimit të fëmijët, si pasojë e mos vaksinimit të tyre, rrezikojmë rritje të smundshmërisë të infeksioneve të fëmijët. Sigurisht fëmijët e kalojnë më pak, por megjithatë mund të ketë edhe ato probleme. Prandaj dhe për fëmijët rekomandohet të bëhet vaksinimi i tyre, sidomos te fëmijët që kanë probleme kronike, pra kanë dëmtim të imunitetit për shkaqe të ndryshme. Pra, për këtë duhet të këshillohet fort bërja e vaksinës në mënyrë që mos kemi infektim të tyre dhe komplikacionet që të njohura që edhe te fëmijët janë të ditura. Profesor, në këtë kuadër dua të fus pak edhe skeptikët, që prej daljes në treg të vaksinës, të shumt ishin edhe personat që mendonin që vaksina mund sillte efekte negative, mund sillte sëmundje të tjera, e lloj hamendësimesh që u bën publike edhe nëpërmjet mediave aso kohe. Sot, pasi kemi kaluar, po futemi në mars, ne arrim vitin e 3 të pandemisë, a është bërë një studim nëse ka pasur një efekt negativ dominues vaksina apo jo? Tani, në studime ka, sigurisht janë shumë studime,
Po duhet të themi së pari që janë bërë mbi 12 miliard doza vaksinash. Da ju a bëra këtë pyetje. Sot mund bëhen testimet e gjitha. Në gjithë botën janë bërë mbi 12 miliard. Edhe efektet anësore të vaksinës ekzistojnë, ka efekte, sepse të gjithë ne dimë që edhe kur bëjmë një vaksinë, edhe një paracetamol ka edhe efekt. te fëmijët kur bëjnë një vaksinë, gjithmonë ka një temperaturë për 2-3 ditë, pastaj pa ama duhet bërë vaksina, se s'mund ta lejmë që ai të kalojë sëmundje infektive, të kalojë fruthin, të kalojë sëmundje të tjera, të kalojë poliomielitën dhe sëmundje të tjera infektive. Pra, si të thush, ato efektet anësore të vaksinave janë aq të përkohshme dhe aq të padëmshme se janë shumë të parëndësishme në krahasim me dobinë që sjell bërja e vaksinës. Pra, parandalon një sëmundje serioze, e cila mund të ketë pasojë të rënda. Pra, për gjitha moshat, por edhe për fëmijët është ky problem. Cilat janë moshat e prekura më shumë në këto 30 muaj pandemi, sipas raportimeve që kemi? Dihet që moshat më të shtyra janë më të prekura. Pra, moshat mbi 60 vjeç, sidomos mbi 65 vjeç. Dhe si ka rezultuar vaksinimi te këto moshat? Te ato për fat kemi një nivel të kënaqshëm të vaksinimit. Një nivel të vaksinimit që nga raportimi në studimin ton është pothuajse në 70%. Pra, megjithatë, tham që dozën e tretë një pjesë e konsiderueshme nuk e kanë bërë. Prandaj i rekomandojmë që të bëhet doza e tretë, sepse është një mënyra më e vetme dhe më e sigurt që të mos kemi reinfektim, që edhe ai mund të ketë pasojë jo të mira, domethënë pavarësisht se ai mund të ketë ka një kujtesë imunitare, ka një imunizim paraprak nga vaksina ose një infeksion e ka kaluar, por një moshë e shtyrë me një sëmundje kronike, me një problem, nëse kalon një infeksion ose reinfeksion, mund të ketë komplikacione jo të kënaqshme, pavarësisht se për fat nuk kemi hospitalizime, shtrimën në spital, aq më tepër vdekje në këto kohë të fundit, për arsye pikërisht të vaksinimeve, por edhe të kalimit po dhe disa herë të infeksionit. Meqense ju e përmendët që është shqetësues fakti që tek fëmijët ne nuk kemi atë vëmendjen e duhur, si mund të ndihmojmë në mënyrë që prindërit t'i çojnë vetë fëmijët e tyre për të bërë vaksinë? Në radhë parë duhet pra që prindët të sensibilizohen nga mjekët e përgjithshëm, mjekët pediatër, që duhet bëjnë një punë bindëse të rëndësishme. Ato duhet të individualizojnë, të përcaktojnë ato fëmijë që janë më të prekshëm. Ka dhe fëmijë që kanë sëmundje kronike, kanë për shumë obeziteti e ul imunitetin, shtimin pesh, që është më i shpeshti, po ka dhe fëmijë me probleme tjera, me sëmundje gjaku, ose kanë sëmundje kronike, të cilat diabeti e tjerë, të cilat e ulin imunitetin dhe pikërisht këto fëmijë që kanë sëmundje kronike, një problem për shumë astmatik e tjerë, këto mund të kenë komplikacione nga kalimi i Covid-it dhe këto duhet përcaktohen dhe nga mjekët kuruz, të cilët duhet i bindin këto prindër që vaksinimi në këto fëmijë është i nevojshëm. Sigurisht, ato fëmijë të cilët e kanë kaluar infeksionin, dofta nuk ka nevojë detyrimisht që ta bëjnë vaksina. Dhe këtë e përcaktojmë një test të thjeshtë antitrupave. Nëse fëmia ka antitrupa pozitiv, atëherë edhe mund mos ta bëjmë. Në rastin e një fëmie normal, por nëse ka një problem, siç thash më parë, një sëmundje bazë, atëherë është mirë që ta bëj vaksinimin, sepse ai është garanci që mos infektohet. Pra, duhet bëhet një punë bindëse nga sistemi shëndetësor që të bindin pra sidomos fëmijët që nuk kanë imunitet, që është pra 1/4, 1/4 e tyre praktikisht studimin ton del që nuk kanë imunitet pra nuk kanë antitrupa. Pra, këto fëmijë duhet të imunizohen nëpërmjet vaksinës, mos presim që këto të infektohen, dhe fëmijët të cilët kanë sëmundje efektive të cilat sëmundje kronike pra, qoftë dhe jo infektive të tjera, sëmundje kronike të cilat një Covid mund të sjellin komplikacione. Edhe të fëmijët normal pra janë përcaktuar që ka komplikacione dhe pas kalimit të një infeksioni. Dhe fëmijë normale, është një sëmundje inflamatore sistemike, ndodh rreth 3-4 javë mbas infeksionit që është mjaft problematike. Pra, është gjithmonë dobishmëria e vaksinës i tejkalon mjaft mënyrë të konsiderueshme ato efekte anësore të parëndësishme që ka vaksina. Profesor, një evidentim të cilës i shtoni pesh ju në raportin tuaj, ka të bëj me testimin e vazhdueshëm në masë.
Testimi sa më masiv është një masë e cila u pa gjatë pandemisë që ishte shumë e rëndësishme për të parandaluar përhapjen e infeksionit. Sepse në qoftë se ne kapim shpejt dhe sa më tepër persona të infektuar, duke ditur parasysh faktin se më tepër se gjysmë e personave që infektohen nuk kanë shenja klinike ose kanë shenja të parëndësishme, të cilët duke çojnë te mjeku. Te mjeku shkon ai që ka më tepër probleme. Pra, më tepër se 60% e personave që infektohen nuk kanë nevojë të shkojnë te mjeku, por duke bërë një depistim sa më të gjerë, jo vetëm të smuri, por edhe të gjithë të afërmit, ashtu ose për shembull ta zejmë në një klasë, doli një me Covid, duhet bërë gjithë klasa, ne parandalojmë që të infektohen të tjerë. Pra, testimi masiv është i rëndësishëm dhe për fat ne kemi tashmë të smundje efektive që s'ka qenë përpara, testet të shpejta të cilët e kapin shumë mirë infeksionin. Testet të shpejta antigjenike që tani po bëhen edhe në shtëpi, po jepen edhe në farmaci për të përdorur në shtëpi, kurse ne akoma nuk e kemi generalizuar në të gjitha, po themi, institucionet private dhe publike. Pra, do thotë që duhet të aplikohet, të lejohet, pra testimi i shpejt antigjenik të bëhet i gjerë si në institucionet shëndetësore publike, ashtu edhe private, në mënyrë që të kemi një kapje sa më të shpejt të rasteve dhe kjo e frenon pra përhapjen e infeksionit. Është pra e dokumentuar shkencërisht që testimi i gjerë masiv e frenon përhapjen e infeksionit. Profesor, dimri është përpara. A duhen mbajtur maskat? Tani, sipas rekomandimeve të fundit që janë në botë, domethënë maskat janë të detyruara në ambientet shëndetësore. Pra, kudo ku ka ambiente shëndetësore, duhen mbajtur maskat, sepse mundësia që aty të kalojnë të shkojnë njerëz të infektuar është shumë e madhe dhe njëkohësisht edhe personeli shëndetësor rrezikon edhe vetëm dhe rrezikon të transmetojë infeksionin. Pra, ndërsa në ambientet jashtë sistemi shëndetësor nuk rekomendohet maska, është një masë pra si thuash fakultative, secili e vendos vetë për të mbrojtur apo jo. Sikurse ndodh edhe sot. Mirë është ta kesh maskën, sidomos në stilin e ftohtë, është e rekomandueshme mbajtja e maskës, sepse pra ngjitshmëria e infeksioneve virale është shumë e lartë në stilin e ftohtë, grumbullimi i njerëzve, temperaturat e ulta, ulja e lagëshisë favorizon shumë përhapjen e infeksionit. Pra, është e rekomandueshme dhe është pozitive për të mbrojtur dhe për të mbrojtur të tjerat. Sidomos nëse kemi ndonjë problem shëndetësor, duhet mbajtur maska, është një masë, pra po themi publike, si thosh, e cila mbron veten dhe mbron dhe komunitetin. Por nuk mund të jetë e detyrueshme. Në 2 vjet e gjysmë pandemi, ndoshta është bërë kaq shumë, por vlen ende si pyetje. Cilat janë simptomat që na bëjnë ne të dyshojmë që mund të jemi me koronavirus? Tani këto simptomat tani dihen nga gjithë. Nuk kanë ndryshuar. Ka një ndryshim sepse domethënë është bërë një grip i zakonshëm, është bërë si një ftohtë i zakonshëm. Nuk është më ajo si në fillim që infeksioni nga Covidi jepte vështirësi të frymare deri në pneumoni, madje pneumonia ishte një nga shenjat kryesore, kalonte shpejt në rrugët e poshtme të frymarrjes. Tashmë për arsye kryesore, do të rritjes së imunitetit në përgjithësi të popullatës, infeksioni për fat ngelet në rrugët e sipërme të frymarrjes, ngelet në hund, ngelet në trake, në farinks, nuk zbret në mushkëri. Pra nuk kemi pneumoni si përpara, për fat. Dhe është bërë një grip i zakonshëm, pra kemi kryesisht në formën e rrufës, në formën e teshtimeve, mund të kemi temperaturë, mund të kemi një grip zakonshëm, pra inflamacion të mukozave të sipërme, por në ato që janë vaksinuar ose që kanë kaluar, ngelet në pjesën më të madhe të rasteve, ngelet aty dhe nuk shkon poshtë mushkëri siç ka qenë në fillim të infeksionit. Profesor Sulxhabe, faleminderit që ndat opinionin tuaj sonte tek Ditari. Faleminderit edhe ju për ftesën.